Skuadra e femrave të Skënderbeut është mposhtur këtë të shtunë në kampionat nga Tirana me rezultatin 1-3 në një ndeshje ku rivaliteti u pa kryesisht në dy setet e para. Takimi u mbyll me setet 25-27, 20-25, 25-17, 12-25. Përballja ja nisi me rivalitet të fortë dhe luftë pik pas pike. Skënderbeu tregoi një lojë të mirë në sulm dhe qëndroi në epërsi. Në disa momente por Tirana u tregua me sakt në fund, duke fituar setin me diferencën minimale 25-27. Edhe i dyti pati ritëm të lartë, por Tirana arriti të krijojë epërsi në mesin e lojës dhe të administroi më mirë avantazhin deri në fund. Gabimet në momentet vendimtare penalizuan korçaret që e humbën setin 20-25. Skënderbeu reagoi fort në setin e tretë, duke dominuar lojën dhe duke treguar organizim më të mirë në pritje dhe sulm. Vendaset krijuan diferencë të sigurt dhe mbyllën setin 25-17, duke rihapur ndeshjen. Në setin vendimtar, Tirana mori menjëherë kontrollin e lojës, duke krijuar epërsi të thellë që në fillim të saj. Skënderbeu nuk arriti të rikthejë në lojë dhe seti u mbyll 12-25 për skuadrën kryeqytetase. Pavarësisht humbjes, Skënderbeu synon këtë sezon një vend në fazën finale të kampionatit, duke rivalizuar me skuadra si Pogradeci e Dinamo, përveç Tiranës në garën për titull.